në këtë parlament kam denoncuar në mënyrën më të përsëritur taksën më të lartë në botë mbi litrin e naftës. Taksën më të lartë në planet mbi litrin e naftës. Bëj një check-up, gjej një vend tjetër të ketë taksën e Shqipërisë. Spari. Së dyti, pasi të normalizohet taksa, jam 100% dakord të nxirret çdo përgjegjësi e tregtarëve. Por, në qoftë se ti vën një taks ku marzhi i fitimit të atij që tregton naftën është më i ulët se sa aty në Maqedoni, jo, s'po bëj avokatin, po bëj të vërtetën unë. Po bëj, shiko. Gjatë qeverisë sime ka patur 32 licenca nafte. 32 licenca nafte. Por nuk ka patur 400.000 ton kontrabandë qeveritare nafte. Gjatë asaj periudhe ka patur 400.000 automjete dhe janë zhdoganuar 650-720.000 ton naftë. Dhe prodhoheshin në vend 200.000 ton naftë në Ballsh. Po, kurse sot 400.000 ton vinë nga Libia, po kush i merr ato mor? Po ku ka privat që mund t'i marrë ato i marrë vetëm qeveritarët. Ato vinë me xhemi, ato shkarkohen për qeveritarët. Pra, kjo është problemi i naftës. Por, nuk ka diskutim se në qoftë se vën taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu. Dhe unë prisja që ti sot, po të mos ishe hipokrit si qëtë filloje grevë në uris këtu për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Fieri dhe tani nuk pyet ma për ta fare. Zoti Braçi.